2 persona janë arrestuar në mes të qytetit Bajramcurit, ndërsa policia ka qelluar me armë zjarri në ajër për shkak të rezistencës së dytërimit. Ngjarja ka ndodhur mesditën e djeshme në qendër të qytetit të Bajramcurit, ndërsa News 24 ka mundur të sigurojë pamjet e operacionit të zhvilluar nga efektivët e forcës së posaçme operacionale. Zyrtarisht nga policia e shtetit bëhet me dije se të arrestuarit janë shtetasit E. Hajdar Mataj, 18 vjeç, D. Gjomakaj, 18 vjeç nga Tropoja, të cilët në momentin e arrestimit kanë tentuar të largohen. Arrestimi në flagrancë i këtyre shtetasve u bë në momentin kur ata ishin duke marrë shumën e parave të kërkuara në formë shtrëngimi, gjobvënie ndaj një personi tjetër të cilin e kanë kanosur psikologjikisht. Personat e lartë përmendur nëpërmjet teknikave kompjuterike të palishme kanë marrë në administrim të dhëna personale intime të dëmtuarit nga profili i tij në rrjetin social Facebook dhe prej disa muajsh e kanë shantazhuar atë për të dhënë vlera pasurore si shpërblim për mos publikimin e këtyre të dhënave.